Në trafikun rrugor, një rol të rëndësishëm po luajnë edhe patrullimi i policisë të njësitit të motocikletave në rajonin e Ferizajt dhe patrullimi njësiti i bicikletave. Morë parasysh kohët e fundit tash se ke pos fluks madh në komunikacion, po dhe në rrugët magjistrale, edhe në rrugët qytetit, edhe në përfshotra, edhe njësia e motocikletave, po edhe njësia e bicikletave, si që si ka më herët, ma shpejt dhe për tyne për atë zona ku është të ngarku në komunikacioni me vetura. Kjo ka reflektuar të qytetarët, se duke morë statistikat në krahasim me vitin e kaluar, domon situata në përgjithësi është e qetë edhe pse ka posë çakullim të madh në jetën. Njohësit e komunikacionit thonë se me patrullimet e policisë me motocikleta dhe bicikleta, intervenimet mund të jenë më të shpejta dhe më efikase. Patrullimi me bicikleta dhe motocikleta nuk do të shihet vetëm si një alternativë, por do të shihet si një strategji për rritjen e sigurisë dhe për parandalimin e aksidenteve. Mendoj se kjo është një patrullim që, sidomos në zonat urbane, është shumë i domosdoshëm për shkak se patrullimi sidomos me bicikleta mund të jetë shumë më afër qytetarëve, mund t'i parandaloj si parkingjet ilegale, mandej përdorimin e telefonit, mos përdorimin e rripit sigurisë, pra mund të jetë shumë më efikas. Policia ka apeluar tek të gjithë ngasësit e automjeteve që të jenë të kujdesshëm dhe të respektojnë rregullat e komunikacionit.